Live from Tirana. Live from Tirana. 11:07 orë eksakte në këtë moment në motorin më të fuqishëm ekonomik të Shqipërisë në Tiranë, në bashkinë më të madhe në vend, ku priten kështu shpresohet, të paktën të bëhen zgjedhje për kryebashkiakun ose kryebashkiaken më të re të Tiranës. E për diskutuar për këtë dhe jo vetëm, kemi në studio kreun e Lëvizjes Bashk, Arlind Qori, mirë se vjen në program. Gjithashtu kandidat i pavarur. Jo, kandidati i Lëvizjes Bashk. I Lëvizjes Bashk, po i pavarur. Po i pavarur nga gjitha interesat e këshia të këtij vendi në këtë kuptim. Për zgjedhjet e Bashkisë Tiranë, nëse do të bëhen, por do të shkojmë pak më vonë atje dëgjoj. Se unë e di që jam mësuar në studio më të mëdha prestigjioze të prime time-it politik. Unë nuk i përkas elitës gazetareske, domethënë në far forme, unë kam këtë mikrofonin këtu dhe përfaqësoj ato që ti takon çdo ditë. Jam shumë komod. Do mundohemi të mos flasim as për idealizma dhe as për ideologji politike, po të shkojmë tek populli siç duhet të shkojmë në këtë paraditë që njerëzit janë paksa të stresuar nga trafiku, janë për makina. Ti shkojmë ti populli me gjuhën e popullit. Unë shkoj kudo. E pranon sfidën? Pa diskutim. Në historinë time tani afërt kam shkuar edhe në televizionin themi më të varfër të mundshëm të një lokaliteti, ku ai drejtuesi i emisionit pastaj të mes të emisionit lexonte emrat e sponsorëve, kështu që prandaj të vi tek studioja juaj është vërtet kënaqësi. Do thënë jo këtë emision, por që në ku diun adoleshencën time kam pas dëgjuar muzikën që jepte radio jo, kështu që është kënaqësi e dyfisht. Patjetër. Nisim me njëherë. Ka dy lloj nivele njerëzish, të paktën me nivel më mesatar se shumica në këtë vend, zoti Qori, që ka një nivel intelektual më të lartë se mesatarja e Shqipërisë dhe ka dy lloj tipologjish. Shumica prej këtyre zgjedhin të largohen nga Shqipëria dhe shumica prej këtyre individëve, siç jeni ju, zgjedhin që të futen në politikë. Pyetja ime është, a ju kënaq ideja që të synoni politikën dhe të lini dyert të fakultetit ku jeni mësim për vitesh dhe jeni një profesor shumë i nderuar, kam dëgjuar lart e poshtë dhe nuk besoj që janë vetëm legjenda, dhe të futeni drejt një llumi shumë të madh, i bërë shumë pis, dhe a nuk keni frikë që mund të bëni edhe ju llum si llumi? Pikës pari herë ndoshta mund të jem pak prepotent, arrogant në gjuhën e përdorur, po ti e ndër të rrallët që më drejtori zoti Qori, zakonisht njerëzit më drejtojnë Arlind direkt. E kam vënë re këtë me gjithë modestinë që ju keni, por unë mendoj që duhet të respektoni njësoj si ata që janë ministra dhe si ata që ju drejtohet me zoti edhe pse janë në burg apo në spak. Tash nga shitja e Bukës deri tek kolegët e universitetit sigurisht më thrasin Arlind, do të thashë edhe një shenjë, një farë rinie simbolike. Do të thashë e ka dhënë komunitet. 44 vjeç, idetë që përcjell edhe mënyra si bëj politik, mbase është rinore mjaftueshëm saqë njerëzit më thrasin direkt në emër. Për të kthyer në pse ke 12 vite dhe dëshiron në një farë formë të lësh dyert të fakultetit ku të edukosh të ardhmen e këtij vendi dhe të bësh pjesë e një sistemi që ju e quheni të kalbur dhe të korruptuar. Politika mund të jetë më e keqe ose më e mira e një shoqërie. Deri më sot politika ka qenë pasqyra më e keqe e shoqërisë tonë. Ka qenë një mjedis fund e krye i korruptuar dhe vazhdon të jetë sigurisht në shumë përmasa të vetat. Mirë, po politika në thelb, në origjinë të vet, nënkupton tu japësh zgjidhje problemeve të qytetarëve, të qeverisësh me kompetencë, të çosh përpara një mënyrë demokratike të vendimarrjes. E në këtë sens politika e mirëfillt ka lindur me demokracinë, ka lindur me qytet-shtetet e antikitetit. Fakti që ka degeneruar kaq shumë në Shqipëri nuk është faj i politikës si koncept, se sa i politikanëve, pushtetarëve të korruptuar. Unë edhe prej njohurive që kam edhe për profesionit tim, jam pedagog i shkencës politike dhe njoh politikën si objekt studimi, edhe vrej që mund të ketë një politikë komplet ndryshe, tërësisht e kundërt e asaj që është sot, edhe ky model politike më ka frymzuar aq shumë sa të jemi gatshëm të lë profesionin dhe punën më të bukur në botë. Për mua dita kur do zgjidhem në rast se bini kundra parimeve të idealizmit. Po ju jap një shpjegim. Se ju po shkoni drejt një sistemi që të eksiton paraja. Domethënë të kesh gjithë atë pushtet në Bashkinë e Tiranës dhe koha ka treguar që kush futet në politikë, pra ne kemi parë edhe Velia, për shkak që dikur protestantë me bidona uji për sot e ke në burg dhe në hetim. Kemi parë politikanë të tjerë që janë futur me idealizma në politikë dhe sot i kanë në hetim nga spaku. Unë mendoj që janë futur. Si ma garanton ti mua që ti nuk do të tundohesh nga paraja, megjithëse ju flisni për çmim, me një lloj përçmimi për paran. U bëra 44 vjet jetë tani në nëntor, bëj 44 vjeç, edhe nuk ka tunduar asnjë ditë paraja. Kur nuk ka tunduar asnjë ditë pushteti. Çdo gjë ka një herë të parë. Është shumë vonë për të korritur ose për të turpruar.
në rastin tim, nuk më bëjnë përshtypje shumica dërmuese gjërave materiale përtej atyre nevojave bazike ku ti ushqimeve. Ju jeni spiritualist? Jo, por di të gjej lumturinë tek marrëdhëniet. Po për shembull te një libër, tek mendimi, tek marrëdhëniet me njerëzit, tek siç thuaj dikur një gotë verë me miq edhe një bisedë e këndshme. Kjo nga pikpamja e lumturisë personale është shumë më e madhe se sa çfarë do lloj paraje, sidomos e vën në mënyrë të paligjshme dhe kriminale. Unë kurrë nuk i ka kuptuar edhe nga pikpamja psikologjike politikanët e korruptuar. Sepse imagjinoni për një moment, një politikan i korruptuar nuk është thjesht ka gjetur sa para në rrugë dhe i ka futur në xhep. Ka marr paratë që do duhet të blinin shtretën në spitale, do duhet të blinin ilaçe në spitale, do duhet të ndërtonin shkolla. Pra, prej korrupsionit ti, ca njerëz kanë vdekur, ca njerëz janë smur, të tjerë janë keq shkolluar, të tjerë janë dëshpëruar, dhe gjitha këto janë pasojat e një politike të keqe. Dhe në këtë kuptim nuk e di si jetojnë këta njerëz, politikanët e korruptuar, si jetojnë me ndërgjegjen e tyre. Po ndoshta ky është i kurth që është i bukur kur e prek. Prandaj po them ose edhe un kam parime idealizmi për të pasur një Shqipëri më të mirë, po ndoshta nëse un kam aq shumë pushtet në bashki apo ministri, ndoshta të ndohemi, pra ju ku e gjeni sigurinë që nuk do të ndoheni? Kjo është pyetja ime. Po është jeta ime, është çdo vlerë ime, është mënyra si kam ndërtuar të gjitha marrëdhëniet profesionale, personale kështu me radhë, që më bëjnë të sigurt se nuk do të ndohem asnjëherë. Më vendosni pak bazën në sfond, ju lutem. Okej. Nga ana tjetër, mos harro, un kam një përvojë shumë të gjatë si aktivist. Do të thënë, kemi filluar që në fillim vitit 2011 i kemi qëndruar me konsekuencë çdo ditë parimeve tona. Zakonisht politikanët që kompromentohen bëjnë një vit zhurmë e publicitet, pastaj futen PS NPD dhe fillojnë vjedhin. Mua bësh dashur 15 vjet. Po thuaj se 15 vjet që ta arri këtu është një kohë shumë e madhe. Shkojmë në ekstremitetin e pesimizmit. E zëm sikur gjithë jeta juaj shkon kështu. Nuk fitoni kurrë asnjë mandat, megjithëse fituan një mandat, nuk fitoni kurrë Bashkia e Tiranës, nuk fitoni kurrë të drejtën për të qeverisur këtë vend. Do ja vlej? Po. Çdo ditë do ja vlej, sepse kur bën diçka në të cilën beson. A ja vlen një përvojë pa fitore? Patjetër. Një përvojë gjatë. Pavarësisht se unë mendoj që gjasat që ne të fitojmë në afat shkurtër janë shumë më dha, sepse pakënaqësia dhe pjekuria për shqiptarët është rritur. Parë tek zonja Duma, tek studiot e tjera televizive këtu thoshit, që beson që do avancuar, pikërisht kemi avancuar. Po mbi gjitha kur ti e bën diçka me pasion, me zemër, me besim, nuk është kur kohë e çuar dëm. Edhe kur ne të humbim. Pra, asnjëherë mos kemi mundësinë që të qeverisim në emër të qytetarëve. Përsëri idetë tona do kenë ngjitur në shoqëri, do kenë kontribuar në emancipimin ose në vetëdijsimin e shoqërisë. Pra edhe nga pjesa praktike nuk është kurrë kohë e çuar dëm. Mua më duket pjesë e lumturisë, thash, lumturia mund të përkufizohet si të bësh atë që të përmbush, të bësh atë që të jep mundësinë të japësh kuptim jetës tënde. E jeta ime pavarësisht 1001 mundimeve sot është më kuptim plot se kurrë. E përpasoj, unë e konsideroj veten njëri të lumtur, pavarësisht streseve, problemeve, pagjumësisë, të gjitha gjërave që vinë si rezultati aktivizimit. Ama kur flej natën vonë, e di që dita ime ka pasur kuptim dhe është pjesë e një jete, kuptim plotë. Ka një pyetje interesante ku semëruar së përbashkut ka Endri Shabanin, Adriatik Lapaj dhe ju. Për pyetjen dhe përgjigjen do ta bëj dhe do ta marr më një herë pas një hapësire të shkurtër marketingu.